zhduku dikun, bën diçka, tha se veç hire kije. Të nesër jam shkue në Deçan. Ka qenë një firmë që transporton të njerës, Deçan Tours se ka pas emrin, e kam rezervu biletën, edhe me 15 gusht jam largu për Kosovë. Ky ka qenë momente që mu ka dasht, jam largu, jam ik, për me shpëtu kokën time dhe të familjes time, të fëmijëve të mi. U imponove, u detyrove, nuk ishte dëshire jotja pra? Nuk ka qenë dëshire imja, unë kam qenë në regjistër të sigurimit shtetëror, shë njeri janë mikë i klasës punëtore, Si shumë të tjerë. i bashkim vllazërimit të tjera, edhe kam qenë i burgosën shumë herë, ka një muje, ka disa dite, ka 3-4 jave. Si u ndjeve në qatë moment, ose si e përjetove largimin nga Kosova? E kam përjetue shumë randë. E kam pas një ndjenë se po e tradhtoja dheun. E vështirë da? E vështirë shumë. Atë kujtohet, kënë përshëndete. Kjo Sa ka ishte e qenë. vështirë? Këtë moment, sa herë që të regoj, qaj. Mendoj që gjithë kemi pas të momente, jo sidomos në atë kohë, kështu që lirisht nuk është kur gjë e keqe kjo, jemi njerëz, është shumë normale. Dulen shumë njerëz dulen me më përcjell, me familje, me fëmijë, me krejt. Fetoj, po shkon. Edhe u përcolla me të gjithë. Autobusi po do me u nis. Baba hyri në derën e parë. Po vjen drejtim timin. Po i thot kondukteri, hajtë se po nisemi na. Po nisemi. Ka dalë tha, djali me familje, këtë po shkon. Nashta tha se shumë kurrë. Edhe erdhu përshëndet edhe një herë, u përqafu. Kur s'm ka po, se kum po. A i ka ndru jetë, më duket me 11 dhjetor vitit 1995. Ishte koha kur unë në asnjë mënyrë nuk mund të shkojsha në vizitë. Mbas sa viteve që erdhët? Mas 4 viteve. Në rëjet baba, Ramadani, dhe ishte ai moment shumë i rëndë. Thash, kur flas për këtë moment, kur nuk mund të shpëtoj pa qajt.